Presidenti Rus Vladimir Putin, i veshur me roba ushtarake, urdhëroi komandantët e lartë që të mposhtin forcat ukrainase në rajonin perëndimor të Kurskut sa më shpejt jetë e mundur, pasi SBA i kërkon atij që të shqyrtojë një propozim marrëpushimi 30 ditar. Forcat ukrainase thyen kufirin rus më 6 gusht dhe rrëmbyen një pjesë të tokës brenda Rusisë në një përpjekje për të tërhequr forcat e Moskës nga vijat e frontit në Ukrainën lindore e për të fituar një mjet të mundshëm pazari. Por një përbarim i rrofeshëm rus gjatë ditëve të fundit e kalon Ukrainën me më pak se 300 km2 tokë në Kursk, nga 1300 km2 që kishte nën kontroll në kulmin e inkursionit verën e kaluar. Detyra jonë në të ardhmen e afërt në afatin më të shkurtër të mundshëm është mposhti me vendosmëri armiku në rajonin e Kurskut, u tha Putin generalëve në një fjalim të transmetuar në televizion të mërkurën vonë. Sigurisht ne duhet të mendojmë për krijimin e një zone sigurie përgjatë kufirit shtetëror, shtoi ai. Vërejtjet e Putinit, të veshur me uniform kamuflazhi, erdhen pasi Donald Trump tha se shpresonte se Moska do të pajtohej me një armëpushim dhe se nëse nuk do ta bënte këtë, Washingtoni mund të shkaktonte dhimbje financiare Rusisë. Valery Gerasimov, shefi i shtabit të përgjithshëm të Rusisë, i tha Putinit se forcat ruse i kishin shtyr ato ukrainase nga mbi 86% e territorit që kishin mbajtur dikur në Kursk, ekuivalente kjo me 1100 km2 tokë.